Kombi shqiptar po përballet me fashizëm islam është një tjetër postim i tij prej të shumtave në Facebook të Bajram Gashit, i cili gratë e beslimit islam të cilat vendosin burka i quajti ninja, dënohet me burgim nga 1 deri në 8 vite. Postimet e statuset nxitse të urrëties fetare e kanë përcjellur që një kohë gjatë Bajram Gashin kandidat për asamblee nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Prizren. Në një postim në Facebook, ky kandidat është ankuar edhe se po e quajnë islamofob, duke e përcjellë këtë status me një foto të paradës ushtarake të Serbisë, që u mbajt sfundmi e që të pranishëm ishin disa mysafir nga Arabia. Kombi shqiptar po përballet me fashizëm islam është një tjetër postim i tij prej të shumtave në Facebook të Bajram Gashit, i cili në këto zgjedhje nuk arriti që t'i marrë as votat e familjes së tij të gjerë. Ai numëroi as më pak as më shumë se 22 vota për asamblejën Prizren. Pak punë i doli edhe me Bashkësinë Islame të Kosovës, për cilën tha që nuk përfaqësojnë besimin islam në Kosovë. Bajram Gashi ka shpërndar edhe postimin e kandidatit tjetër për kryetar të Ferizajt Bashkim Fazliut, i cili gratë e beslimit islam të cilat vendosin burka i quajti ninja. Këtë madje e ka bërë edhe publikisht edhe duke shpërndar ende në profilin e tij në Facebook. Njëjtë dështoi në këto zgjedhje edhe Fazliu, i cili si kandidat për kryetar të Ferizajt mori vetëm 118 vota. Mos harrojmë se nxitja urrëties dhe përçarjes sankcionohet me ligjet e Kosovës në bazë të kodit penal nr. 6 L074, ku thuhet se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrëtie, përçarje dhe mosdurim midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike e të tjera, apo bazuar në orientimin seksual, identitetin gjinor dhe karakteristikat e tjera personale, në mënyrë e cila mund të prish rendim publik, dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vite. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keq përdorur pozitën apo autorizimet e tij, kryen vepre nga paragrafi 1 i këtij neni ose shkakton trazira, dhunë ose pasoja të tjera të rënda me kryerje të veprës së tillë, dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vite. Po ashtu kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni përmes shtrëngimit, rrezikimit të sigurisë, përqeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo varrezat, dënohet me burgim nga 1 deri në 8 vite. E Bajram Gashi, sikurse edhe Bashkim Fazliu, përgjatë gjithë kohës sa po zhvilloi fushata zgjedhore, zgjallën që të shfaqin urrëtitje ndaj islamit edhe ndaj qytetarëve të këtij besimi. Që të dy në mënyra e profilet ndryshme bënin thirrje kundër mbulesave e po ashtu kundër qytetarëve të cilët kryejnë rituale të lutjeve të besimit islam. Pavarësisht këtyre thirrjeve publike, qytetarët zgjallën që të mos i përkrahin e që të njëjtëve të përgjigjen me mos votë. Pa aftësia për të marrë një grusht vota në këto zgjedhje në fakt është edhe alarm për kandidatët e tjerë të cilët përdorin forma të ngjajshme si këta të dy të shpërndarjes së urrëties tek popullata. Në fakt, Kosova njihet si vend i tolerancës fetare e që secili qytetar posedon të drejtën e tij për të vendosur se në çka beson dhe se çka dëshiron t'i përmbahet fesë përkatëse. Madje më e çuditshme ishte fushata e kandidatit për kryetar nga Ferizaj, në një qytet ku xhamia edhe kisha prej vitesh janë në të njëjtin oborr e ku toleranca fetare e ka lënë thuajse çdo gjuhë të urrëties aty. Zgjedhjet e 12 tetorit po ashtu nxorrën rezultate të ndryshme ku 18 komuna do të shkojnë drejt balotazhit, e në mes të tyre edhe ajo e Prizrenit, e në balotazh në Prizren do të jetë Shaqir Totaj i PDK-s dhe Artan Abrashi i vetvendosjes. Për dallim nga Prizreni në Ferizaj, fituesi u bë i ditur menjëherë pas mbylljes së vendvotimeve, pasi kryetari Agim Aliu arriti që të marrë një përqindje të lartë, e cila tani më ka arritur në 56.47%.